Edhe shteti i Michiganit njeh 17 shkurtin si dita e pavarësisë së Kosovës. Guvernatorja e shtetit të Michiganit, Gretchen Whitmer, gjatë festimit të 10 vjetorit pavarësisë së Kosovës pas njoftimit që erdhi nga shteti i Iowas dhe i New Yorkut se 17 shkurtit do të njihet si dita e pavarësisë së Kosovës, dhe shteti i Michiganit e ka vendosur ta bëjë të njëjtën gjë. Përmes një vendimi, guvernatorja e shtetit, Gretchen Whitmer, ka shprehur dhe ka deklaruar 17 shkurtit 2024 si ditën e pavarësisë së Kosovës në shtetin tonë. Një vendim thuhet se shteti i Michiganit ka kënaqësinë të bashkohet shqiptaro-amerikanëve anë mban shtetit për të njohur 17 shkurtin si ditën e pavarësisë së Kosovës. Në tutje thuhet se ende sot shqiptar-amerikanët e Michiganit vazhdojnë të sjellin kulturën, traditën e tyre të pasur në shtetin tonë, ndërsa lulëzojnë kudo që banojnë, duke qenë antar ndihmues komunitetit, pronar biznesesh që punojnë shumë dhe profesionistë përkushtuar. Po ashtu thuhet se kontributi i Michiganit ka qenë i madh në mbështetjen e demokracisë në Kosovë, duke ndihmuar dhe në ruajtjen e paqes përmes antarëve të Gardës Kombëtare të Michiganit që shërbyen në Kosovë si paqeruetës. Lidhja midis Kosovës e Michiganit është unike dhe forcuar nga vlerat e përbashkëta të lirisë, demokracisë, sundimit të ligjit. Shteti i Michiganit ka kënaqësi të bashkohet shqiptaro-amerikanëve anë mban Michiganit në festimin e 16 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, u tha në vendimin e publikuar online nga guvernatorja e shtetit Michiganit, Gretchen Whitmer. Por ashtu, edhe shteti i Iowas ka njohur zyrtarisht 17 shkurtin si ditën e pavarësisë së Kosovës. Për këtë vendim, presidentja e vendit, Vjosa Osmani, falenderoi guvernatorin e Iowas, Kim Reynolds, dhe sekretarin e shtetit të Iowas, Paul Pate.